është lënë tashmë që dëgjesën e qarkut Tiranë do të bëhet natën 30, të martën e javës që vjen. Jemi akoma të diskutuar bashkë me bashkëkryetarin për vendin dhe orën, po ora do jetë besoj ora tipike që për gjithë tjerat në orën 5 pasdite ose në orën 6. Po diskutojmë për një vend përshtatshëm që jetë mjaftueshëm i madh për një dëgjes të këtij niveli dhe që është i përshtatshëm për gjithë palët. Kështu që kjo është pjesa përse përket dëgjesës me Bashkinë e Tiranës. Kërkesat zyrtare nga ana e komisionit për ftesë për Bashkinë e Tiranës dhe për gjitha bashkitë e qarkut i kanë shkuar. Do ta kërcojmë një datë tjetër për dëgjesën me qarkun dhe t'ia rriçojmë kërkesën të gjithë bashkive të qarkut që të jenë prezente. Unë i qëndroj asaj që ju thash herës tjetër që ne kemi caktuar një standard në cilin ne nuk kemi dëgjuar nënkryetarët edhe kur kanë qenë të deleguar me porosi dhe kemi bërë shumë mirë. Dhe mendoj që ne ftesën ja çojmë institucionit dhe institucioni duhet marrë masat përkatëse që të përfaqësohet nga personi që ka tagrin për qenë kryetari zgjedhur i secilit qytet dhe bashki. Dhe kjo është, besoj që është pozicioni që ne kemi çuar kërkesën në mënyrë specifike, e riçojmë kërkesën për një datë e re, meqense atë ditë nuk ja dolim dot ta bëjmë dëgjesën, për sa i përket dëgjesës me vetëm një të fundit se kam 3 pika. Ngritet 3 pika dhe kam pikën e tretë. Jam shumë, ju kam thënë dhe personalisht dhe formalisht, unë jam shumë dakord që antarët të komisionit të koordinojnë dhe të organizojnë dëgjesa më të vogla se sa dëgjesat që në organizuar nivel qarku, sipas zonave ku e shohin të arsyeshme. Besoj se është gjithgatishmëria jonë për ta facilituar, ta lehtësuar këtë proces dhe madje që gjetjet që dalin nga ato dëgjesa të bëhen pjesë e dokumentave të punës komisionit. Por gjithashtu kanë shpjeguar pikërisht se kemi humbur shumë kohë fillimisht dhe pikërisht se jemi një vrap me kohën për sa i përket faktit që kjo reformë që të ketë jetë duhet të mbyllet e para brenda afatit që kemi nga ana e data 15 korrikë është afati që kemi. E dyta duhet mbyllet në mënyrë tillë që të ketë mundësi të aplikohet në 2027 me zgjedhjet vendore. Mendoj që nuk mund t'i bëjmë dot gjitha këto ku jam unë dhe bashkëkryetari apo dhe i gjithë komisioni që janë dëgjesa që kemi pas po i thunë dëgjesat e mëdha. Jam shumë dhe them po të organizohet në një zonë caktuar, jam shumë i gatshëm dhe unë them që nga ana jonë të paktën ekspertët kur dakordsohen gjë të tillë, ekspertët dhe një nga deputetët e maxhorancës të jetë prezent dhe disa nga ekspertët që mbajnë shënime dhe regjistrime, e njëjta gjë do të vlen nga krau tjetër, të organizohet, ndodhi takimi, pra nuk ka asnjë pengesë nga ana jonë, por pjesën që ta organizojmë ne. Unë pak nga ana ime besoj që me agjendën që kemi sot nuk merremi dot me logjistikën e organizimit, pra kush salla, kush do lajmëroj njerëzit, ku do bëhet takimi dhe si do bëhet dhe sa veta do vinë dhe kush do ftohet. Sepse ky ushtrim tashmë për 12 takimet e bëra ka marrë një kohë caktuar dhe ishte një logjistikë që duhet vinin gjithë antarët e komisionit, gjithë kryetarët e bashkive të zonës, gjithë njerëzit e ftuar, moderatorët, kemi pas mbështetje nga bashkitë forta, por ka qenë për këtë ushtrim dhe kemi bërë dhe ne një pjesë të punës. Ke këto të tjerat, po, është shumë mirë të ndodhin, po, le të ndodhin, të koordinojnë 2 nga antarët e komisionit, të vendosin në dispozicion 1 apo 2 ekspertë nga secili krah që të jenë pjesë e kësaj dëgjese, ti transkriptojnë dëgjesat, ti regjistrojmë dhe produktin e asaj dëgjese ta bëjmë pjesë të dokumentave të punës së komisionit eventualisht. Kështu që kjo ka qenë propozimi dhe përgjigjja ime dhe propozimi tuaj që nga fillimi, por me shumë për ulëci, mos prisni që të merrem unë me organizimin. Tani, kjo nuk është një problem imi personal. Zyrtarisht i kam dërguar të 2 bashkëkryetarëve një kërkesë për të paktën 4 dëgjesa në 4 komunitete të Tiranës. Ju thoni që ndërkohë që për 8 muaj ne kemi dëgjuar këtu as çerekun e kryetarëve të bashkisë, për 2 javë tani do përfundojmë gjithë punën e Komisionit të Reformës Territoriale. Unë si deputete, me thënë të drejtën, disa herë jam djerë e fyer, kur këtu kanë ardhur kryetar bashkie me një ignorancë totale, ignorim total për Komisionin e Reformës Territoriale. Vjen kryetari bashkisë dhe hikën në mes të dëgjesës, ose nuk vjen fare, refuzon t'i përgjigjet parlamentit, po çfarë reforme territoriale presin këto atëra? Kur këto nuk kanë përgjegjësi për të raportuar për punën e tyre. Sinqerisht, mënyra se si kryetarët e bashkisë kanë trajtuar parlamentin, kanë trajtuar këtë Komision të Reformës Territoriale,
pa një pjesë, se ka pasur dhe shumë përgjegjshëm kanë ndetur këtu deri në orë të vona. Mbi 2/3 e kryetarëve të bashkive. Ne jemi 2 javë afër përfundimit dhe kemi një listë prej 15 vetësh që pritet dëgjohen këtu. Pastaj, këtu kanë ardhur kryetar bashkie të cilët përfaqësojnë bashki ose shumë të vogla, ose bashki të cilët nuk kanë ndikim shumë të madh nga pikpamja e politikave. Po e përsëris dhe njëherë, ne s'kemi dëgjuar akoma Tiranën. Është 1/3 e popullsisë, vendi më shumë se 1/3 e popullsisë vendi e pa dëgjuar. Tani do flasim për një reformë territoriale që vjen nga ky komision, apo do bëjmë sikur bëjmë një proces? Se nëse është sikur do bëjmë një proces, atëherë nuk besoj që dikush nga opozita këtu është dakord. As të ligjëroj një komision që vjen me një produkt të gatshëm dhe që në këtë komision nuk ndodhi praktikisht asgjë, po as juve besoj si deputet nuk ndiheni mirë nëse kemi këtë injorim ndaj institucioneve të parlamentit. Për këtë arsye, për mua dëgjesa me Bashkinë e Tiranës është shumë e mirë, ka nevojë që të ndodh patjetër, po kjo nuk e përfundon procesin. Sepse dëgjesat me kryetarët e bashkive ishin në fazën e parë. Ne po na përfundon koha për 2 javë dhe themi jemi akoma në fazën e parë. Sot Tirana është bërë pa menaxhueshme. Këtu po diskutojmë për shërbime që nuk shkojnë dot në qytetet vogla, jo më për Tiranën. Në qoftë se sot ka një problem që ne duhet diskutojmë në këtë komision, është mënyra se si disa bashki, pavarësisht buxhetit, aseteve, taksave të rritura, përfitimeve që kanë, nuk po menaxhohen dot. Unë ndjej përgjegjësi zoti Mazniku edhe për arsyen se si jam votuar kësaj radhe për në parlament, ka qenë një angazhim imi personal, i diskutuar me zotin Boçi, kemi rënë të gjithë dakord që ne duhet patjetër që këto komunitetet vogla, e dëgjuat se si tha kryetari i Bashkisë Kolonjës se nuk është as jone. Administratorët tha janë kot fare. S'kan asgjë si përgjegjësi tha. Nuk e di a firmos një letër apo s'firmos. Janë të emëruar si punonjës bashkisë. Tani do bëjmë një reformë territoriale për qytetarët apo do bëjmë një reformë territoriale për interesa politike? Unë nuk besoj që dikush nga ne këtu ka ardhur për të shërbyer një agjende politike. Jemi gjithë të pjekur politikisht për të kuptuar që sot Shqipëria ka nevojë për reformë territoriale që i përgjigjet nevojave të qytetarëve. Duke nisur nga Tirana. Kështu që ose do ta bëjmë tamam, të fillojmë edhe me 4 dëgjesat që zyrtarisha u kanë bërë përpara 2 muajve, nuk kam asnjë iluzion që mund t'i organizoni ju të dy, sepse keni mbajt boll peshë edhe të neve antarëve të tjerë të komisionit, shpesh raste keni qenë vetëm ju të dy, por në qoftë se infrastruktura, në qoftë se ka nevojë dikush ta marrë përsipër për të organizuar, na thoni dhe e bëjmë vetë. Unë ju kam propozuar ndarje në 4 njësi, duke nisur nga pjesa e Dajti, duke vazhduar me Petrelën, me Kasharin, me Zallherin, Zallbastarin, që ka nevojë të dëgjohen, se qytetarët e Tiranës janë ato, nuk janë dorës dytë. Kështu që ju lutem, në qoftë se juve marrim një vendim si komision, që ne do t'i dëgjojmë këto qytetarë të Tiranës. Ne do shohim se çka ka ndodhur me impaktin e reformës territoriale, se ato takimet në sallat mëdha shpesh herë jemi të gjithë ndërgjegjshëm, nuk e japin të gjithë sensin dhe pasojat që ka pas reforma territoriale tek qytetarët. Unë shpresoj shumë që ne jemi në kohë që t'i realizojmë. Po dekor për një reformë territoriale që do dali me dokumentat gatshme, unë nuk besoj që është asnjëri nga ne gati këtu. Për një produkt që ju thoni do vi për 2 javë, kur këtu mbi gjysma e kryetarëve të bashkisë kanë refuzuar që të vinë. Kanë refuzuar që të vinë. Po këto nuk e meritojnë as të përfaqësojnë qytetarët e tyre. Flasin deputetët e ngrihet kryetari i bashkisë. Kjo është pra përgjegjësia dhe përgjegjshmëria, edhe procesi politik dhe meritokracia që kemi ne, sa ai thot nuk të kam asnjë detyrim që të raportoj në parlament. Atëherë më bën mua të paragjykoj edhe produktin që ju keni për këtë reformë. Faleminderit. Faleminderit. Vetëm një gjë që e kam merak se e përsërisim rregullisht dhe kam përshtypjen që nuk e di pse rikthehemi ke një pikë. Jo, patjetër, po në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, po edhe në mënyrën si është ndërtuar shteti shqiptar, pushteti vendor është një pushtet autonom. Përrjedhoj është një pushtet i cili nuk varet nga parlamenti. Është pushtet autonom. Janë njerëz janë të zgjedhur nga banorët e tyre dhe përfaqësojnë banorët e tyre. Për sa kohë që i kemi thirrur në një dëgjes, ato janë këtu për të kontribuar dhe për të dhënë mendimin e tyre. Mendim cilin ne pastaj e administrojmë dhe e gjykojmë dhe e bëjmë si duhet. Nëse juve nuk ju pëlqen
performanca apo përgatitja e ndonjë prej kryetarit të bashkive, keni drejtën tuaj mos ju pëlqej dhe mund t'i bëni ftesë qytetarëve të bashkisë respektive që mos votojnë më herës tjetër. Dhe qytetarët do ndajnë mendjen, thonë më pëlqeu, s'pëlqeu, e votojnë se votojnë. Pra ai është element tjetër kur ne ama nga ana tjetër ne i ftojmë, ne bëjmë pyetjet tona, ato japin përgjigjet e veta, ne i administrojmë dhe pastaj për ca gjëra bindemi, për ca gjëra s'bindemi. Tani ka vazhdimisht një nënton që dhe edhe nga gjërat që fliten, që duhet vinë këtu të japin llogari, nuk vinë këtu, japin llogari ke qytetarët. Edhe nëse qyteti i tyre menaxhohet mirë apo qyteti i tyre menaxhohet keq, nuk japin llogari ata këtu për mënyrën se bëjnë punën. Ky komision, japin ke kryetari i Partisë Socialiste që i ka emëruar, i ka emëruar si kandidat për t'u zgjedhur. Dhe padyshim që ke forca politike do japin llogari se janë vetë forcës politike për vetes vet. Kështu që për këtë gjë nuk kam asnjë kompleks, unë kam shumë të thjeshtë për ta thënë.